Raporti thotë se posta në shkretëtirin irakiane i mundsoi Izraelit të poziciononte ekipe shpëtimi dhe operacione speciale më pranë territorit iranian gjatë konfliktit. Forcat speciale të aviacionit izraelit, të trajnuara për operacione pas vijave armike, thuhet se ishin stacionuar në këtë bazë. Gazeta përmendi gjithashtu deklaratat e bëra në fillim të marsit nga komandanti në largimi forcave ajrore izraelite, Tomer Bar, i cili lutoi për operacione të fshehta gjatë luftës. Këto ditë luftëtarët nga njësitë speciale të forcave ajrore po kryen misione speciale që mund të ndezin imagjinatën, shkroi Bar në një letër drejtuar personelit. Detajet të reja publikuara nga The New Arab të dielën tregojnë se parlamenti irakian tani do të hetojë pretendimet lidhur me bazën e raportuar izraelite. Sipas një zyrtari parlamentar irakian të cituar nga Mediumi, deputetët do të thërrasin ministrin e mbrojtjes datë të brendshëm së bashku me komandant të lartë në terren për të diskutuar incidentin. Parlamenti do të thërras ministrat e mbrojtjes dhe të brendshëm, si dhe drejtuesit e sigurisë të lidhur me situatën në terren për diskutuar çështjen, tha zyrtari. Raporti thotë se baza e pretenduar ndodhej në shkretëtirën Nuhaib, mes provincave Najaf dhe Anbar, pranë Kufirit Saudit.